Përshëndetje miq të Tru Podcastit. Siç e shihni, gjatë këtyre 2 javëve, Tru Podcastit do transmetohet nga shtëpia ime, por kjo hapësira këtu pas, ky background-i, kjo gjëja këtu pas, nuk është aq e keqe sa mendoni juve, se në fund ditës janë libra, nuk ja u infektojnë mendjen, përpose për mirë. Dhe sot neve kemi një figurë që unë e kam shumë xhan, na ndajmë bindjet politike, por jo njerëzorët, sepse kemi hyrë në atë fazë të shoqërisë shqiptare që neve kemi luks në qoftë se ndajemi të majtë dhe djathtë, pa e ditur se ç'është e majta dhe e djatha në radhë parë. Edhe në radhë të dytë ne duhet me pa njeriun, a është i mirë ky i majti apo është i keq ky i djathti, dhe pastaj të vemi si tifoza, sepse ky tifozlik, edhe ana sjellës, ky tifozlik që neve kemi, na ka shkatruar jetën, jo vetëm jetën politike, po edhe jetën qytetare, po edhe jetën ekonomike e shumë çka tjetër. Personalisht po e bëj publike këtu për kandidaturën e profesorit Malaj. Unë si i djathtë që jam pro ti dhe kam mbështetjen time 1.000.000%, jo 100%, sepse në fund ditës vlorët i duhen disa burra me rë të madhe dhe jo disa, siç e thotë profesori, kryetar komunaleje të vendosur me 12% apo me 10% pjesëmarrje. Pra, ata nuk janë fare pasqyrimi i realitetit të popullit të Vlorës, të qytetarëve të Vlorës, janë thjesht disa makinacione që përdoren në kodin elektoral dhe atë zgjedhor, që siç e dini, 2 partitë të mëdha gjithmonë bien në ujdi me njëra tjetrën. Për mos të humbur shumë kohë dhe për t'i lënë profesorit fjalën e vet, kemi profesorin Arben Malaj në Tru Podcast, e keni parë dhe herë tjetër, e keni pëlqyer shumë. Dhe tani do ta keni akoma dhe më shpesh, sepse Tru Podcasti është pas profesor Malajt në fushatën e tij zgjedhore, dinjitoze, të pavarur. Profesor, mirë se erdhët. Faleminderit shpendje dhe duhet të shtoja diçka ku ne të dy bashkohemi, dhe që është thelbësore, dhe dashuria. Ne duam këtë vend. Prandaj përpiqemi të dy bashkë, sepse unë të ndjek ty në këmbështrimet e tua. Kështu që na bashkon më shumë se çdo gjë tjetër. Të falenderoj shumë. Profesor, kam një pyetje që ta nisim me pyetjen, ti futemi direkt në temë. Si një personazh kombëtar, juve jeni politikan race, jeni politikan kombëtar, nuk jeni politikan lokal. Pse nuk kandidoni për shembull për kryetar bashkie të Tiranës dhe zgjodhët Vlorën? E para dhe me gjitha se unë me Vlorën jam thellësisht në borxh. Pra unë jam rritur, jam promovuar, jam mbështetur gjithmonë nga dorë dhe kam përfaqësuar atë. E dyta, zakonisht edhe në kulturën politike, pasi ju i studioni rastet, po një politikan si thua pasi ka arritur një nivel lart kombëtar dhe do të shërbej, kthehet në nivel vendor. Pra gjitha investim që i bëhet për ta njerëz dhe bën nga taksa paguesi shqiptar, nuk ka pse të shkojë dëm, o deputet, o ministër, o asgjë. Kështu që unë ka dua Vlorën dhe kam dhe provat konkrete. Unë kam konkuruar në 92-shin, që shumë pak veta dim për kryetar bashkie i Vlorës, që po ndodhte ndryshimi i sistemit. Isha drejtor banje dhe prapë mora atë vendim se mund të rija rehat. Fitova raundin e parë, pastaj raundi e dytë tjetër gjë, sepse ishte ndryshimi i sistemit, ai vrruvi që përfshinte gjithçka. Kam konkuruar në 96 në atë krizën e rëndë të demokracisë shqiptare. Pastaj nga 97 dhe në 2013 kam përfaqësuar në parlament. Në 2008, përveç kundërshtirë tjera që kam bërë Ramës dhe nuk do të fokusohem tek ai, unë nuk i votova ndryshime kushtetuese, sepse ato si thua ishin artivoli ku fut demokracinë e partive politike. Dhe nuk ka qeverisje demokratike pa demokracinë e partive politike. Dhe në shenjë njohje për Vlorën, për mos thonë që ne më 16 vjetë dhe ky iku i tha Ramas të vë dhe ky iku fare, kandidova si kandidat i pavarur. Dhe ka marrë të regjistruara 3.760 vota, më shumë se gjitha partitë e vogla bashkë, përfshi edhe Aleancën Kuqezi edhe Mjafti. Dhe janë shumë i njohur vlonjarëve sepse vetë ata e dinë se sa vota u vogël. Dhe ishte një fushat shumë agresive dhe pa shpirt, ai sa Rama bëri një video, të cilën unë e kam dhe gjatë fushatës do ta përdor në bashkë nga reciprociteti i jashtëpërcisë së tij, që u bën detyrë vlonjarëve. Arben Male mbajeni mikë, po mos e votoni, dhe vota për Arben Male me video është votë për Sali Berishën. Tani ata dy vëllezër siames, në 2008 si thua varrosën demokracinë
e madhe, jam I bindur dhe këtu do jemi që ata do gjejnë çdo marrëveshje që të varrosin dhe demokracinë vendore. Sepse ka zëra që duan të bëjnë gjëra variante model që kryetarin e bashkisë të mos ta zgjedh populli që do të çmenduri jo në studios, po ta zgjedh Këshilli Bashkiak. Kjo është përvundë me demokraci të konsoliduar, ku institucionet janë pavarura, ku interferenca në institucione është e ndaluar, e dënueshme. Megjithatë, unë e kam marrë vendimin dhe nuk të hiqem nga vendimi, sepse më pyesin shumë miq, po, unë njohuritë e mia, eksperiencën time, networkun tim, nuk do t'i mbaj për vete. Dua t'i vëmë në dispozicion të vendit tim. Meqense në nivel qendror nuk ka hapësira, do mundohem t'i vënë në vlerë dhe besoj që me një votë masive ne fitojmë. Tjetra është që të krijojmë një maja, vlera të jetë majaja, siç ka qenë historikisht, që ky model I deputetëve të pavarur të përhapet edhe në disa qytete të tjera. Dhe pastaj shpërbërja e modelit të babzisë të fillojë nga pushteti vendor dhe duke marrë epërsi pastaj për pushtetin qendror. Pse? Dhe unë do I inkurajoj shumë veta që të përfshihen të pavarur. Qoftë Shqipëria do ketë sistem një zonë elektorale me lista të hapura, sa që do luftojnë për bashkitë, arrin apo s'arrin, e kanë bërë gati elektoratin e tyre për zgjedhjet e tjera, të një vit e gjysmësh. Kështu që të futen që tani që të krijojnë networkun, të takojnë njerëzit, jo kujtohen ditën e fundit, por mirë do dalë kandidati pavarur për deputet. Pra, nuk është një veprim emocional, është një kundërshtim si ne mund të krijojmë një sinergji pozitive, të rrisim pjesëmarrjen, se këta mundën vetëm me pjesëmarrje masive, dhe të ndalim këtë keqeverisje në nivel vendor apo qendror. Shikoj, pashi lajm sot që Aleanca LZK-ja, Partia Adriatik Labajt dhe Partia Demokratike kishin arritur një konsensus për proporcional kombëtar me lista të hapura. Pra me pak fjalë një sistem alla ai Kosovës. Është gjë pozitive kjo, profesor, për këtë kod elektoral apo vazhdon është një thjesht një aneks tjetër që bëhet padër abuzimesh? Sa unë kam qenë aktiv brenda PS-s dhe diskutoja, e di shumë mirë që Rama nuk e do kurrë dhe betoj që unë asnjë në Shqipëri nuk do bëj këtë sistem dhe përdoret si shembull, shikoni si vjen brenda partisë politike në Kosovë. E para, e dyta është një veprim I mirë në kohën e dur, por unë dyshoj. Sepse si thonë në shqiptar kur digjesh nga qulli frymë dhe kosti. Sepse rrënjët oligarkike të ndërveprimin midis Ramës dhe Berishës janë më të forta se kur, pasi dhe paraja dhënë atyre në mënyrë oligarkike shumë e madhe. Kështu që ata mund të detyrohet ta çojnë në prag, Rama siç është të thotë jo, dhe mund të rrezikojnë që të mos ndryshohen fare e futet në zgjedhje dhe pastaj mendoj për Bashkimin Evropian. Varet, domethënë për mua Rama me vendimin e fundit në Kuvend që nuk miratoi dhënien e lejes, pa ku tregoi arsyeshëm se dha dy opsione me burg ose me burg arrest shtëpie. Për mua Brindasit duhet kishin bërë një sakrificë me vetëm për mos ndaluar si thua integrimin tonë evropian. Se ne kemi mbetur historikisht, në gjithë historinë tonë shtetormuese, gjithmonë në trenin e fundit dhe në vagonin e fundit për integrimet euroatlantike. Ne duket se jemi kthyer në origjinë. Pasi për mua, si të thuash, procesi I integrimit është pending, nuk është marrë një vendim zyrtar për ta bllokuar, por nuk mund të themi që s'ka asnjë problem, sepse ju e dini shumë mirë që gjithkohën edhe BE-ja, edhe ne po mburreshim që Malizi dhe Shqipëria ishin dy vende që mund të hynin njëshi, se ata kanë dëshirë që rreth shteteve që futet të sa më I madh, jo një nga një, aq më tepër për Ballkanin. Në momentin që si thuash qeveria ose qeverisja e Malit të Zi kaloi në petë skane të Bashkimit Evropian, mund të kishte njolla të vogla, por që s'kishin rrezik për jetën, për demokracinë. Dhe ata lejuan të iknin. Ndërsa kur kaluan qeverisjen tonë, dolën probleme strukturore të demokracisë, të korrupsionit, kapjes shtetit, dhe tani shiko si e gati. Pra ne jemi vonuar, jemi pendik dhe me to që po ndodh, me mungesën llogarizimit dhe transparencës, që preket kapitullit 32, kontrolli financiar I Bashkimit Evropian,
Ky është risku që të shkojmë dhe pas. Pasi kontrolli financiar konsiderohet nga elementet thelbësor të integrimit në Bashkimin Evropian, që ka të bëjë me transparencën dhe eficiencën e parave, taksa paguesve të BE-s, që janë fondet e bërkuara të IPAD-it dhe të parave të shqiptarëve. Dhe sipas asaj që unë kam lexuar edhe ditë e fundit me shumë kujdes profesional, në qoftë se bllokohesh te ky kapitull, ti rrezikosh të kthesh prapë te kapitulli i hapur. Kështu që jemi në një situatë të vështirë dhe duhet ta menaxhojmë me përgjegjësi ndaj vendit, jo me thonjë pastarikeve. Profesor, kam një pyetje për sa i përket integrimit evropian. Me të vërtetë e mendoni ta bëjmë një analizë machiavelliste, jo analizë teorike. Me të vërtetë mendoni se klasës tonë politike intereson integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, u duhet patjetër të shpalosin dhe të pasqyrojnë gjithë të ardhurat e tyre, të akuzojnë edhe për 100 euro dhurat nëse nuk e deklarojnë? Nuk janë më mirë kështu këta sultanët tanë? Shiko, këta mund të jenë më mirë kështu, por ka dy gjëra thelbësore. E para, një qeveri që i del kundra popullit të tij për partneritete strategjike, e ka gryer kredibilitetin e saj dhe ka vetëm një rrugë, që nga mbretëri kryeministrore përkthehet në neodiktaturë, që është një risk shumë i madh. E dyta, Bashkimi Evropian ka realisht interes që ta zgjerojë, si thua, gjeografinë e tij, se ju më mirë se mua e dini që në parën gjeografike ne jemi evropian, në ADN-n tonë jemi evropian. Tani shkryua Bashkimi Evropian me disa kritere. Por, po të them një, unë jam shumë skeptik për përfitimet nga integrimi evropian nëse kemi ke qeverisje të vendit. Si ndodhi me Greqinë, Spanjën dhe Portugalinë në fillimet e saj. Por studimet e fundit të thonë nuk ndryshojnë gjë, paratë që i përdoren për mbjetesë të partive, po jeta e njerëzve mbetet më e dobët se më parë. Dhe studimet e fundit që janë bërë arrin në konkluzionin që vendet që janë bërë pjesë e Bashkimit Evropian për shkak të sinergjisë pozitive, tregje më të mëdha, investime të huaja më shumë, liri, barazi, elementë thelbësor që janë barazia e zhvillimit, ato janë arritur për të ardhur 30% më shumë se vendet që nuk janë bërë antar të Bashkimit Evropian, siç jemi dhe ne. Ne kemi dy lajme të këqija. E para, qoftë dhe bllokimin e përkohshëm të integrimit, e dyta, siç e tha edhe komisionera për integrimin, në paketin e parë që është 700 milion, të gjitha vendet e Ballkanit janë duke humbur, sepse nuk kanë bërë reformat. Tani ju e dini dhe këtu jeni më kritik se mua që ndërsa diplomacia amerikane përdor atë hard power, ky qëndrim o bëhet o të sulmohet. Diplomatët europian, trajnorë, ti thonë gjërat në mënyrën që askush mos i kuptoj tamam. Kështu që në soft power, komplet soft power. Soft power dhe është në rrënjët e diplomacisë europiane. Ata punojnë nën tavolinë me një gjuhë pa jo të kuptueshme, por me objektivat e tyre. Kështu që në këtë aspekt, nuk është se po bllokojnë 700 milion euro dhe nuk është në gjë e madhe. Por po na janë bllokuar 152 milion euro nga IPAD-i. Nga ana tjetër, pakti i stabilitet dhe rritjes që u idesuar nga Gjermania, po jo si plani i Gjermanisë, pra Merkel ka ne po nisim pastaj çdo vend të ketë drejtën ta drejtojë, ka ofruar 6 miliard, pra nga 1 miliard për çdo shtet. Tani ne po marrim dot 62 milionë në 700 milionë. Po pjesa tjetër. Kështu që nuk është gjuna që ta shohësh, është njësoj si të shohësh një jetë smur dhe mos janë për ndihmë. Kështu e shoh unë vendin tim, në prandaj flas. E shoh të prekur nga sëmundjet e rënda të mos funksionimit të demokracisë, të kafjes së shtetit, të krushqive me paran kriminale, do të janë shumë gjëra të cilat o do përballemi ne, o ata do na nështrojnë akoma më shumë se sa na kanë nështruar deri tani. Profesor, si e shpjegoni këtë agoni që ka rënë qytetari shqiptar? Sepse kemi rënë në një agoni kështu permanente që nuk reagojnë fare me se i trupi i vdekur që ti mund ta shash, mund ta dhunosh, ai nuk lëviz fare sepse është i vdekur. Dhe nuk e di domethënë se sa nerva duhet ketë shqiptarit ta durojë më këtë represion politik 35 vjeçar, majtas dhe djathtas, se dukshëm të janë bashkë. Tani ju jeni studios, ka dy faktorë. E para,
Vetë Europa është e jetur për krah pune. Po. Më para, të kaloj kufiri në Europë duhet të pagoje para të kriminalët. Tani lëvizja është e lirë. Mundësitë për gjetur punë janë më të mëdha, sepse ka mungesë fuqie punëtore. Rrjeti network i njerëzve familjarë është më i madh. Lehtësia për të shkuar e punuar dhe për të ardhur në Shqipëri është rritur, kështu që është kjo. Edhe ka një rënje të votuzve, por mos harrojmë që në rastet kur shkelet ai kufiri kuqe mjaft është mjaft, ata popull reagojnë. Bullgaria ka ndryshuar 8 qeveri dhe nuk ka rënë rritje ekonomike fare, sepse njerëzit kanë braktisë politikën në nivelin e atij berbërisë dhe janë përqendruar te hallet e tyre. Ndërsa ajo që përputhet më shumë me ju si studius është një libër i shkruar nga një profesor i shkencave politike të Yale University, i cili sqaron në mënyrë më të qartë dhe fenomeni shqiptar. Në vendet ku njerëzit humbasin besimin se vota e tyre sjell ndryshimin, autokracitë vinë pa tanke. Prandaj gjithë strategjia që duhet bëjmë ne së bashku të gjithë është të masivizojmë pjesëmarrjen në zgjedhje. Vetëm ajo i trondit dhe duhet bërë çdo lloj angazhimi qytetar sa më shumë, sa më shpesh, në mënyrë që njerëzit kuptojnë që janë ata që do ta ndryshojnë sistemin. Nëse presin që të vinë Shtetet Bashkuara të Amerikës apo të BE-ja, kjo pastaj është një fatkeqësi ku ne si politikanë kemi çuar popullin tonë, që mban syt nga qielli se kush do shpëtojë nga regjimet që janë kaq autoritare dhe kaq abuzuese në pushtetin. Unë këtë shoh si një djalë që e jetoi Tiranën në 360 gradë. Ndryshe nga këta analistët dhe gazetarët që janë në karrierë që kanë stabilitet në tyre, unë jam akoma i ri dhe më duhet ta shikoj Tiranën në këmbë. Profesor të betohen mbi 70% e rasteve, njerëzit janë të vetëdijshëm për pafuqinë e tyre, janë të vetëdijshëm dhe për forcën që kanë dhe nuk e kanë nxjerr akoma, por në një pjesë dërmuese janë duke parë nga qielli për të zbritur helikopteret amerikanë që të marrin Edi Ramën dhe Sali Berishën t'i fusin në Alcatraz. Për mua dhe për juve që kemi 2 parë tru, kjo është fantashkenc. Kjo është fantashkenc. Jo vetëm që jemi të lexuar si shumë shqiptar, por unë kam përvojën faktike. Në një vitin 1997 të gjithë njerëzit prisnin, pasi u mbyll aeroporti, pasi ikën ambasadat, prisnin që të vinte si thua forcat speciale amerikane dhe ta merrnin Sali Berishën. Dhe luteshin edhe publikisht. Dhe pasi u kthye në ambasadat, ambasadori Alino më kërkoi një takim tonë dhe duke ditur dhe marrëdhëniet e NATO dhe incidencën në PS më Arbenta, bindi kolegët e tyre. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të investojnë për një qeveri në mërgjim. Sepse një Berishë dhe jashtë kufive do ta përdorte marrjen me forcë si majan për krijuar qeveri në mërgjim. Dhe ata kanë zyra kodimore. Domethënë 7% e stafit thjesht bën studime, nuk është në teren. Departamenti i Shtetit ka, qendrat universitare janë, profesorët me zë. Kështu që mos të presim fare se do vi Shtetet Bashkuara të Amerikës, apo Bashkimi Evropian, apo Gjermania, apo një shtet tjetër, të tërheq me helikopter liderët e dështuar shqiptar. Sa më gjatë i mbajmë këtu, aq më shumë do ta përkeqësojmë vendin tonë. Mosvallu u zgjua kjo lloj imagjinate duke u referuar situatës me Venezuelën, ku forcat e DEA-s u futën dhe morën tërhoqën Maduron, se ka një lloj korelacioni logjik. Filluan të gjithë pastaj ta dëshironin sepse pa një rast konsekuent, pa një rast analog me ata në oqeanit. Pa shkak se ne të dy e dim që Venezuela dhe Shqipëria kanë totalisht kushte tjera gjeostrategjike, kanë republik bananesh, me kartele droge që qarkullojnë e drejtojnë. E para dhe mbi të gjitha ka një dallim thelbësor. Shqipëria historikisht, që në themelimin e saj, që në vendimin geostrategjik që mori presidenti Wilson për shtetin shqiptar dhe për mos ta ndarë Shqipërinë siç dëshin shumë nga fqinjit ta në pjesë, minjoja është e bazuar në kontribute, nuk është një dashuri e verbër. E dyta, pavarësisht se kush e ka qeverisë Shqipërinë, ka qenë i majt, i djathtë, ekstrem,
shqiptarët asnjëherë nuk kanë qenë mbështetës të atyre që si thua grynin të minjojnë e përgjithshme ndaj partnerëve tanë strategjik. E treta, Venezuela, lufta në Venezuelë, lufta në Iran, lufta që u bëj në Irak, nuk janë luftra ideologjike, janë luftra për ekonominë. Pra i kosa Iraku shqiste naftë dhe Libani shqiste naftë të dirë për vëndet evropiane dhe konkurenca me Amerikën ishte abuzive, Amerikës nuk i mbeti zgjidhje tjetër vetëm këto një parsisht në argumentat që përdori. Dhe shojmë tani edhe te ngushtica që dominon Irani. Prandaj nuk ka asnjë zgjidhje. Venezuela ishte bërë shqetësuese se mbështette edhe një pjesë të vendet tjera me qëndrimin e saj anti-amerikan. Pastaj problemi i naftës nuk ka fal njeri. Nëse ti furnizon me çmime më të ulta vendet jo miqësore me Amerikën, ata ndërhyjnë. Dhe ndërhyrja është pjesë e sigurisë kombëtare, nuk është pjesë e fordullukut amerikan. Sepse nafta është gjë strategjike. Edhe pse Amerika ka një si thua pushtet më të mirë dhe varësi më të vogël nga importet, po ajo nuk dominon gjithë tregjet globale. Dhe në momentin që tregjet globale deformohen nga shtypja e ofertës apo rritja artificiale e kërkesës, sigurisht që prek edhe ekonomia amerikane dhe pastaj multiplikatori i ekonomisë amerikane në Europë dhe vende të tjera është i madh. Kështu që harrojnë ata, është një krahasim, nuk e di, mund të keq për kolegë që i njoh, mund të thonë që janë qëndrime apo se janë partijake, më vjen shumë keq për analistë, duhet ta lexojnë më shumë. Lufta është në thelb luftë ekonomike, dhe pushteti ekonomik i Shqipërisë në tregje globale nuk ka influencë zero. Ndërsa Irani ka 20% të naftës që eksportohet, Venezuela që dominon. Dhe gjëja e parë që ka kërkuar Amerika është marrë në dorë rezervat e naftës të Venezuelës dhe si fus në një treg më konkurrues. Nuk ka asnjë lidhje, jam me 100%, asnjë lidhje. Atëherë, profesor, na ngelet që ta rrëzojmë Ramën vet, se po e bëjmë një kështu si leksion për dëgjuesit që mos mendojnë që neve tani po presim amerikanët dhe të dy dhe po dalim kundër Ramës se na e kanë premtuar amerikanët. Ramën e rrëzojmë neve. Rama ka shumë pika të dobta. Rama pika më të fortë që ka. Më fal profesor, Rama, a je dakord me mua që Rama pika më të fortë që ka është induktimi i frikës që na ka bërë neve? Unë mendoj se neve na kanë poshtur frika, asnjë lloj gjëje tjetër. Po frika nuk ka qenë pa gjë, dhe ju e dini shumë mirë që Rama në thelb është makiavelist. Dhe thelbi i qeverisë në modelin makiavelist është më mirë të më kenë frikë se sa të më duan. Dhe frika nuk është rritur si janë shqiptarët frika sakë, por se keqpërdorimi i pushtetit, por të friksuar çdo që është kundër tij, ka qenë ekstrem. Shiko, një vlonjat i mëndshëm më thoshte, shiko, e kupton ti çka ka ndodhur me administratën tonë? Jo, i thash. Po ja tha, qëndet drogës ta, që kontrollojnë në aeroporte, e di pse ja e gjejnë drogën? Jo, i thash. Sepse u shqerën me drogë për një kohë të gjatë dhe pastaj nuk u jepet drogë. Dhe ata në ato urinë që kanë do ta gjejnë kudo. Fatkeqësisht, metafora nuk është e saktë dhe nuk kërkoj ndjes, por thjesht për ta thjeshtuar kuptimin, një pjesë e madhe e administratës publike, që është mbytur nga patronazhistë, janë ushqyer me lirinë për të bërë para ndërmjet korrupsionit. Dhe tani kanë bërë jetë luksoze, kanë bërë shtëpi luksoze, kanë bërë makinë luksoze, kanë bërë gjithçka luksoze. Dhe në momentin që rrezikohet që ta humbasi këtë, ai është i gatshëm të bëjë çdo lloj deri te krim që të mos ta humbas atë jetë që ka fituar, por e ka fituar me burime kriminale. Po të në dy raste shumë shkurt, një ndërtues i madh në Tiranë, një miku tim, i kishte thënë si ndërtoni ku ka lekë. O nuk e di si sa para ka administrata publike. Dhe kur ka marrë para kësaj ditësh nga Amerika, kam pas ngjitur në avion një zonë të nderuar që punonte me një kompani shumë të madhe të pasurive të papunshme, po fjalë për fjalë kur lindi ky diskutim, po tha profesor nuk e dini sa para ka. Se si blejnë ato vilat 1.600.000, si ndërrojnë me një tjetër, se si kalojnë tjetër, edhe ne habitemi. Por, ndërsa tani janë bërë dy burime kriminale, paraja kriminale nga aktiviteti kriminal dhe paraja kriminale nga korrupsioni dhe kapja e shtetit. Kështu që në këtë aspekt, por unë mendoj që ata që kanë vënë para
miku im drejt që të parët që e braktisin udhëheqin janë ata që kanë para nga koha e udhëheqit. Se e kanë ndjelë dhe në para dhe nuk duan pastaj që të penalizohen duke qëndruar besnik udhëheqit. Kështu që Rama do ta kuptoj tani. Dënimi i fundit i SPAK ishte drejtë rrugë. Po. 20 milion. Keni në mendim për atë profesor se i erdhi SPAK-u dhe Ramës te dera. Me vonesë, po i erdhi. Sot ka dalë Mirlinda Karçanaj në docën e SPAK-ut që unë prap mendoj që ato docë nuk duhet dalin në publik se prishen prova e tjera. Po në Shqipëri jetojmë, do ta përdorim si argument kur na vjen tani, mos bëjmë katolik se papa. 29 vila nuk dihet i fuste legët në për shishe, në për kutitë e shisheve të verës. Çfarë po bëhet këtu, o profesor? Më thënë, ka shumë lek, ne nuk që kemi populli varfër, që kemi populli vjedhur, këtu që kemi një erari. Jemi populli vjedhur, më. Rama me dinamit, rëzoj palatin e Bashkës në Vlorë. 15 milion euro gjobë. Mbylli Beketi, 125 milion. Hapi debat me bankers, pasi shku që ka drejtën se du të bësh shumë kujdes se do shkoj dhe gjykata ndërkombëtare. 100 milion. Pra, po ti shikosh, ka lojrat e fatit që nuk po i legalizon, që janë rreth 1 miliard. Nuk është se në mburojnë burimën financiare. Nuk besoj se do bëjnë një zero element e korupcion e kapit shtetit. Po që të kesh kryeministër, ministra dhe patronëzisht kaq të gudimshëm në qëndrimet e tyre kriminale sa të vjedhin bukën e gojës, kjo është e tmerrshme. Shpend, unë nuk kuptoj në gjëra si politikanë dhe si prit. Si ka mundësi më politikanë që vjedhin para me mandate publike se duan të lënë të pasur fëmijët e tyre. Po janë miliarderët. Warren Buffett është miliarder. Ne ka thënë, ja i të keni për shtëpinë, ja të keni universiteti. Paraja lire vret fëmijën. Ai do të fojë në binjë luksoze. Ai do jetë në skanën e grupeve të drogimit. Qa kënaqësi ka, nuk e kuptoj dot atë me shpirt. Buffett ka rrojtur 58 vjet në të njëjtën shtëpi të thjeshtë. Kishte para blinde gjysmë në Amerikë. Dhe jo thosh, dua jetën time, nuk dua luksin. Ka një çmenduri për para në ata që vjen sa ka pagusit vjetër e tua javë oligarkëve apo politikanë korruptuar. Ora unë e di stik, dhe ti e di nga Freudi, paraja seksi lufta. Po këto janë kudo, po kush i kontrollon? Këta dalë se asnjë ata nuk kontrollon ka asnjë nga stikë. Që vret njerëzit, po vret edhe këta bashkë me njerëzit. Shua, ka diçka sepse ta kanë krijuar një lloj realiteti, profesor, po ti shikosh në 4 dimensione. Pushtetin politik, vendor, pushtetin lokal, që është më poshtë sepse është kryebashkiak qytetar, ke pushtetin mediatik dhe pushtetin gjyqësor. Të tre këto pushtetet e tjera për post mediatikut neve i kemi lexuar në për libra si funksionojnë, çish funksionon, ku abuzohet, ku s'abuzohet. Elementi 4 që është media e kapur në mënyrë kaq bukur, duke krijuar një brainwash kaq masiv, duke i larguar njerëzit nga e vërteta. Mua më vjen në mendje një intervistë e Goebbelsit në 38-ën për çmimin Nobel. I thot gazetari e BBC-s, zoti Goebbels i thot, si ka mundësi që nga Republika Weimarit në 33-shin deri në 38-ën, në 5 vjet juve u bët ekonomia më e madhe e Europës, si e induktua ta nazizmin. Me terror psikologjik zonjë. Edhe mua më ka ngelur vatën vesh. Terrori psikologjik. Terrori psikologjik që i ka bë ky lloj pushteti shqiptarit nëpër media, nëpër zallamahira, pra një profesor si juve, t'ju ndërpresin lloj tipash, ju futen dorë në analizë, është e tmerrshme, sepse është kulturë debati më. Unë do të kundërshtoj ty pasi të dëgjoj, se s'kam çat kundërshtoj po të dëgjova. Shiko, e kam mbledhur dhe e hodhëm profe. Edhe tani e kemi ortek. Unë kam postuar sot në Facebook një shkrim të bërë nga një gazetat amerikane për implementimin në politikë të fenomenit në biznes që nga Elon Musk që krijohet marka. Dhe thot, nëse kjo implementohet edhe në politikë, ti je produkt i rrjeteve sociale, ti je jashtë njerëzve, ti je jashtë realitetit, ti je jashtë përgjegjësive. Dhe aty në Facebook sqaron edhe rastet
çfarë përfitimi mund të ketë përkohësisht, për çfarë dëme të mëdha bën. Kështu që nuk kemi më koncepte të konkurimit politik. Kemi koncepte të marketingut me parime biznesi. Dhe e thën që nga Friedman që thotë, detyra e një CEO e biznesit është vetëm të sigurojë fitime sa më të mëdha për kompaninë e tij. Në politikë fitime sa më të mëdha për veten, familjarët dhe rrethin e ngushtë të politikanëve dhe patronazhistëve që mbajnë në këmbë. Do të thonë deri këtu, ky është standardi. Ky është standardi që neve kemi vendosur. Prandaj duhet ndërgjegjësim. Këto lloj diktaturash që janë vendosur nën, si të thuash, algoritmet mashtruese, janë bërë me shkencë dhe ato algoritme. Si do ta ngresh, si do ta prezantosh atë. Këto janë diktatura që munden vetëm me pjesëmarrje. Prandaj unë lutem, nuk ka qeveri, sa do radikale, sa do korruptuar, sa do kabullashteri të shtyp një popull të tërë. Profesor, cili është qëllimi juaj, sepse këtu na shohin edhe të majtë dhe djatë, të dyja palët e zhgënjyera. Unë do bëj çmos që juve t'ju vide vota e djatë në Vlorë, me aq sa influencë kam unë nëpër media e nëpër mediume e gjitha me radhë. E kam unë sepse patjetër, se kjo është e pyetja. Pra, a jeni juve vërtet majtës e djatës në këtë kandidim? Kjo është gjithë gjëja. Unë jam ekonomist dhe ju e dini që liria është zhvillim, barazia është zhvillim. Thelbi im e kam shkruar dhe do ta shkruaj në artikull. E para gjë që duhet bëjmë në Vlorë është barazia e mundësive. Ti mund të jesh i djatë dhe fiton 60% të votave, ose historikisht PS-ja fiton më shumë se PD-ja në Vlorë. Ne e kemi vrarë Vlorën me idenë që është bastion vetëm i majtës dhe pushtetin duhet ta gëzojnë vetëm të majtës. Sepse Vlora, kontributet e saj në histori nuk ka lidhur me partitë politike, ka filluar shumë më hershëm se sa të linin partitë politike. Dhe duke qenë koncepti bolshevik i rilinësve, që gjithë pushteti u takon sovjetëve, ne kemi vrarë në Vlorë, sikur 35% të jetë PD-ja, 40% me gjithë partitë e tjera. Ne kemi vrarë shpirtërisht të gjithë këtë pjesë të shoqërisë tonë. Sepse njëri vlonjat që shikon që një budalla në lagje, thjesht se është patronazhisti i PS-së, bëhet drejtori i institucionit, vritet shpirtërisht. Një prind që ka harxuar para për fëmijët e tij, zhgënjehet. Vendi ka nevojë për sinergji pozitive. Kështu që thelbi i parë në gjithë procesin që unë do të ndërtoj në Vlorë do të vijë nga barazia e mundësive. Nuk kam stafe politike, as stafe politike. Dhe aty mund të marrësh ekspertë mirë dhe nuk ka asgjë të keqe. Por që të gjithë drejtuesit e Vlorë, që vetëm institucionin e Vlorë, që thjesht Partia Socialiste, që nuk shkohen. Që të gjithë promovimet në karrierë, që thjesht ato majtës edhe në universitete, që nuk shkohen. Që të gjitha mundësitë për të përfituar nga projektet dhe fondet nuk shkohen. Pra, thelbi im e reja që nuk do jem një kryetar bashkie drejtor i pastrimit të qytetit është filozofia si ekonomist, barazia e mundësive. E dyta, ndërprerja urgjente e arrogancës. Nuk ka nevojë më, unë jam ekonomist, nuk kam më nevojë për kontrole në dyqane, aq më tepër gjejnë sezonin edhe i vëmë brenda atje ku janë dhe turistët, ja mbajnë vetë pjatën në dorë turistit. Jo, analizë risku. Vetëm analizë, të gjitha institucionet. Se kam përvojnë, i kam bërë vetë të reforma për filinisë të tjetra, unë dua një familje të shëndetshme vlonjate. Çfarë do thotë kjo? Kam arritur të ndryshoj kodin e punës të Shqipërisë para një viti e sa, që se din asnjëri dhe as e përdori. Në gjithë botën, në Gjermani, në Itali të tjera, ti ke të drejtë të marrësh edhe orë nga leja. Jo të ishi varur, a mban drejtori, më shefi. Dhe e bën, atëherë ishte që nuk mund të merrje më pak se 2 javë. Tani e kemi bërë deri në një ditë, por do ta bëjmë edhe me orë. Në konceptin e një familje shëndetshme vlonjate, sepse investimi bëhet te fëmia, pastaj mbrin te prindi, të gjithë punonësit që do kenë fëmijë nga 1 deri në 7 vjeç, do të vinë një orë me vonesë për fillim dhe do të një orë më shpejt. Një familje shëndosh rrit produktivitetin, rrit qetësinë, rrit gjitha. Kam bërë 21 pika dhe do t'i sqarojmë bashkë se nuk dua t'i lodh as vlonja as qytetar që tani me fushat elektorale. Po, jo, ideja është unë e doja pak më makro, ti shumë mirë që e ke bëu atë se do ta sqarojmë bashkë. E doja pak më makro sepse neve na ka ndodhur edhe gjatë fushatës
ndoshin po ti ç'ne me këtë se ky është i majt, ose ti ç'ne me këtë se ky është i djathtë, ky ç'ne me këtë, ç'ne me këtë. Edhe un kam hedhur një tezë time që s'është e imja, po e kam artikuluar në publikun shqiptar, neve na mungon në mënyrë të tejskajshme kohezioni social, profesor. Pa kohezion social ne nuk jetëshojmë dot shoqërinë para. Pa kohezion social ne nuk kemi mendim politik. Duhet të vi një moment që një i djathtë dhe i majt thonë o vlla, djali jot është mirë në kopsht, po ja vjedhi margarinën po. Po djali tënd që është i majt po. Atëherë le të bashkojmë ne dy baballarët, lëm të majtën dhe djathën, le të luftojmë për të drejtat që mos i mungoj gjalpi fëmijës në kopsht. Pastaj të zihemi për Molierin, për Danten, për Camus, për tjetrin, se janë faza të tjera zhvillimi. Avantazhi im është jeta ime e gjatë, dhe konkrete. U kam 46 vjet, jep aktive shoqërore. Kam 33 vjet eksperiencë si pedagog. Kam 16 vjet si deputet. Kam 6 vjet si ministër. Jam bazë për bazë çdo vlonjati. Asnjë nuk i kam dhënë dhe asnjë nuk i kam pyetur. Dhe ata dinë shumë mirë. Kush ka kërkuar ndihmë që meritonte nga mua, e kam marrë të menjëhershme dhe e kam darë llojin e ndihmës. U ka thonë dhe vëllezër dhe mbështetësimi në zonë. Qofse një person në zonë ka një problem shëndetësor, nuk dua t'ia di kujt është. Më ngrini nga gjumi mes natës. Nëse në zonë keni fëmijë talentuar, nuk dua t'ia di kujt është. Dhe pengohet që shkoj prasim, po. Me vend e punën nuk jam marrë. Dhe në këtë aspekt, unë nuk di në një rast ta kam pyetur studentin tim për bindje politike. Unë nuk di në një rast ta kem pyetur një kolegun tim për bindje politike. Unë kam qeverisë Ministrinë e Financave në 97, që ishte tmerr, që mua më shikonin si të ardhur nga Vlora. Dhe gjëja e parë që bëj në çdo që ekip që vete e respektoj me zemër dhe i bëj pjesë të sfidave të mia. Nuk gjende, ka pas marrëdhënie shumë të mira me shumë vlonjak, të djathtës. Me që kanë qenë deputetë të djathtës, kanë qenë personalitete në Vlorë, i kam respektuar, sepse nuk mundet, kështu janë formuar, kështu është ADN-ja ime. Unë të marr një pushtet dhe të ndis urrëtitjen dhe prapjake, jo asnjëherë. Që unë mos ta respektoj çdo njeri pasi nga bindja e tij politike, asnjëherë. Këto vlonjat e din shumë mirë se kushdo që ka rënë telefonit tim që nga 91 deri tani ka marrë përgjigje dashamirëse dhe në shumë raste problemet janë zgjidhur. Kur kanë kërkuar në gjë jo ligjore, edhe tani u them kolegëve në Vlorë, votuesve në Vlorë. Mos hajde në Tiranë për takuar mua, gjej telefonit, unë ndras. Po jo duhet takoj ty. I them, shiko, nëse ti do të takosh mua dhe do bësh ardhime të vitit në Tiranë, aty ka një pikë pyetje. Po se do më kërkon diçka kundërligjshme, mos hajde. Po s'ma them telefon, unë nuk të pres. Ma thojnë telefon, unë do këshillohem dhe do t'ja përgjigj. Unë i dua njerëzit me shpirt, nuk jam hipokrit, nuk marr një të smuar me vrap ke spitale hes në krah, jo. Unë i gjej në mafë çdo njeriu, edhe familja ime, se fatmirësisht kemi qenë familje e madhe dhe kemi të njëjtin ADN. Gëzojmë që të ndihmojmë të tjerët. Si mendoni që e ka pritur kupola e Partisë Socialiste këtë humbje të asetit që keni? Do të thonë, ata ju kishin të fjetur, aset të fjetur. Si xhaketë vjetër e partisë, se neve kemi qenë të Arben Male e Fatos Tano e gjitha, se që në retorik ta përdorin. Po në i ftesë në telefon për në ministri nuk ka marrë ama, se ti nuk hedh firma kot. Një minut, të jemi të sinqertë, unë kam qenë kur i fjetur. Unë kontributin për vendin tim. I fjetur në raport me punët e partisë, për partinë. Jo i fjetur juve personalisht, për partinë jeni të fjetur sepse ishit aktiv, a kupton aktiv si Elisa Spiropali për shkak. Jo, s'isha aktiv, po se nuk më donin, është normale. Unë nuk mund të bëj sherrë brenda një forte. Unë e kam gjithë investimin tim te e majta. Para pak ditësh takova një figurë të Partisë Demokratike, më uroi, më tha mos flasun me doktorin sa që do të mbështesim ne. I thashëm me ato dhimbje që kanë në kurir populli Vlorës dhe unë vetë tash personalisht ka vënë 2 vjet kuqe, kur kandidat nga Sali Berisha dhe kur kandidat nga Edi Rama. Kështu që më ka ftuar një herë për qeverinë 2017, ndërmjetësoj nano, por unë gjithmonë ja kam bërë të qartë se e respektoj tani, ja kam thënë nano që në fare, ai e mori vesh dhe më shpalli armik, derisa arriti fuqia që të më godiste. Që ai nuk ka asnjë qelisht të formuese. Dhe njeriu që nuk ka asnjë qelisht të formuese, nuk mund të jepet qeverisja e vendit. Kështu që ka marrë shumë mbështetje. Po bën tani. Po.
ditën që unë e publikova këtë, dhe unë po të bëj screenshot tani kur të duash, nuk më kishin ndodhur më para që ishin rreth 178.000 veta që kishin parë. Ishin numri rreth 4.500 që kishin bërë okay, dhe ishte numri që 300-400 që kishin bërë komente, të cilat 90% ishin pozitive. Dhe kam parë që tani gjithnjë më shumë për çdo postim që bëj, ka një reagim pozitiv në media. Për shumë, kur u bë samiti diasporës, takova një djalë nga fshatet e Elbasanit, kishin të përbashkët se dy gjëra, ishin mbledhur në familje modeste dhe ishin të talentuar. Dhe klikimet, ata që kishin parë këtë video ishin mbi 350.000. Do të bëj klik për shkak integriteti që ti shikosh. Dhe them që po, ka një historie shumë pozitive, ka nga strukturat e rilindjes që kërkojnë kontakt, nuk po nxitohen, sepse nuk duam të futen borxh moral me të tjerët. Unë dua të jem realisht i pavarur që mos vinë në zyre e thonë, shikoj, di si puna, mban mend ti çfarë bëra unë për ty, bëj për veten tënde, mos e bëj për mua. Unë po të ishte thjesht për mua jam shumë mirë, domethënë kam bërë një karrierë me integritet, më mjafton që të jetoj me respekt. Jo, nuk kam frikë nga varfëria. Varfëria nuk më tremb, luksi më vret, ndërsa një jetë normale më lumturon. E kam darë kulturuar jetën time, dua të jetë modeste. Profesor, shikoj, juve sot përpos faktit që mund t'jeni kandidat, dhe unë e uroj me shpirt që t'jeni kandidati fitus i Bashkisë Vlorës, e nisi një valë radian nga Vlorat, nisi e gjithë gjëja në gjithë Shqipërinë. Një spillover, duhet një pikë që të fillojnë në rrafët e ujit. Që të fillojnë radianët. Unë mendoj se juve po na jepni edhe diçka tjetër, po na jepni edhe një formësim të një kulture politike për ne të rinj. Që plako mos hajdet më thuash mua, shiko se unë të mblodha 50 veta, e bone për veten tënde se bëre për mua. Sepse tek unë dëgjohesh e tjetri nuk dëgjohet. Ky është kurthi, the rabbit hole që kemi neve politikanët e rinj, që e mban mend ti çfarë bëra unë për ty, vlla, se bone për mua, e bone për interesin tënd. Po të them edhe një gjë tjetër. Do bëj fushat minimaliste. Fondet do t'i mbledh nërmjet GoFund, por do bë kushte. Kush përfiton nga skemat e mbrojtjes sociale, asnjë qindar. Kush ka halle familjare, le të sakrifikoj sa të doj me shpirt të mbështet mua, zoti jap asnjë qindar. Kush i ka nga burime kriminale, nuk më duhen shumë para, sepse unë do bëj fushat derë më derë dhe sy më sy. Fushatën 2013 e kam bërë Delvin me bicikletë, e kam postuar sot në Facebook. Nuk më duhen grupe të mëdha. Duhet vetëm shpirti të jetë i madh të gjithë secili dhe ta shikoj si shërbim për vetveten. Jo ti gard, do fitoj Beni apo do fitoj Beni. Kështu që në këtë aspekt dua të krijoj një model, nuk dua të marr një karike, dua të krijoj një model. I keni paramenduar se nuk ka njeri më mirë se sa juve që njeh politikën shqiptare nga brenda. Edhe dritën edhe errësirën brenda saj. E keni menduar njerëz se si do zihen të dyja kampet në fushat? Çfarë mund të nxjerrin për juve? Në fushat do i quajnë të këtij grupi kriminal ose të këtij anasjellta, sa kupton? Do akuzojnë për njëri tjetrin? Edhe këtu kam një avantazh, sepse gjitha shpifjet që ka bërë Berisha për mua, vjedhje, pronash, drejtje, shejtani, që 8 vjet të pushtet nuk gjej asnjë centimetër. E dyta kam integritetin familjar tën. Më gjej një deputet tjetër që të qenë ministër në këtë nivel, të qenë nga një familje me 9 fëmijë dhe asnjëri prej tyre të mos ketë marrë asnjëherë asnjë qindar nga fondet buxhetore. Kanë bërë jetën e tyre modeste. Vllai më shiste rrobat vjetra, vllai tjetër agranon me shkollë të lartë, rregullon baxhet nëpër Itali, ka 17 vjet atje në Turqi. Jo, se u kanë bërë të qartë që ditën e parë. Politika është e pabërë. Kështu që jetën tuaj jetojnë sikur unë nuk jam. Dhe le të gjej, le të shpifin çfarë duan. Unë nuk do merrem me shpifjet. Fare. Se nuk kam kohë dhe nuk është ai qëllimi im. Unë do fokusohem tek ardhmja, do zbatoj këshillën e Churchillit. Nëse godet me burg do ashtu që le, se nuk dua me ta marrë kundra, ti nuk mbrin asnjëherë destinacion. Jo. Fokusi im është destinacioni që i bën blonjatët krenar, se kanë detyrim të bëjnë një autokritik, se unë ju afrova deputetin pavarur, dhe Vlora ka zgjedhur më përpara deputet pavarur. Para 90-sa nuk e din cilën periudhë.
Po mirë atëherë se kisha erën kundër se do vi Saliu, ky djali i mirë është po do vi Saliu. Po tani çka kanë? Kanë 13 vjet, s'ka marrë ndonjë projekt, s'ka marrë ndonjë financim, se di më mirë se mua ata që bëjnë kompanitë përbashkëta dhe fusin fëmijët aksionerë dhe kapin ato si thua PPP që parat i marrin falas nga shteti nga diferenca çmimit, po nuk besoj, se unë kam punu dhe me ndërkombëtar. Por unë integritetin nuk e shes. Nuk e shes në ndet familjes time, prindërve të mi, po nuk e shes edhe në përgjegjësi ndaj atyre që kanë mbështetur. Nuk është gjë e lehtë të mbështesin nga 92 deri në 2026. Kështu që ndjej përgjegjësi. Dhe i kam vënë ato pikat e kuqe në jetën time dhe kam zbatuar atë që thotë Buffett. Kur kërkon një partner, përndodhon 3 gjëra, të ketë integritet, të ketë inteligjencë dhe të ketë energji. Dhe thotë, po të pati integriteti, po të dyat mos u merrni më parë. Kështu që investimi më i mirë që kam bërë është integriteti, njerëzor, akademik dhe politik. Edhe juve jeni njëri skuadra apo jo? Që punonin skuadër. Po. Pse e keni menduar formësimin e skuadrës tuaj? Do jetë hibrid të mëdhenj, të rinj, do jenë si thua të përzier me njëri tjetrin. E para dhe mbi të gjitha, po flasim për skuadrën elektorale. Dhe skuadra elektorale ka filluar nga puna. Dim ku duhet fokusohemi, do vinë ekspertë më të mirë, nuk ka nevojë të vinë në Shqipëri, jam duke negociuar edhe me kompani shumë të mëdha ndërkombëtare për problemin. A ka një zgjidhje teknologjike në botë për flerat, se vlora mbeti e tymosur nga flerat kanceroze. Dhe të gjithë më thonë që ka, dhe ka teknologji shumë të përparuara. Pra nuk e di pse do 20 vjet një projekt. Qofse banka botërore punon avash, kjo nuk është arsye pastaj që ne ta lëmë vlorën në tym. Sepse kontrata është ka objektiva. Kështu që në këtë aspekt, ato derdhjet në det që janë turpi botës, janë zgjidhur ka qytete me fokusim shumë më të madhe, me shkarkime. Pra, në Vlorë nuk është vënë dorë në kuptimin mjeshtir për zgjidhje të përhershme. Ose po e them këtu dhe nuk e kam vendosur, por më pëlqen shumë ideja e konceptit të Berlusconit Milano 1, Milano 2. Vlora aktuale nuk ka më vend për kulla. Qoftë duam të largojmë qytetarët shqiptar, e të ikin edhe të gjejnë gërgjeve, kjo nuk është politikë e mirë. Betonimi i Vlorës është përmbytje e Vlorës, është varfërimi i Vlorës, është trafiku i tmerrshëm. A mund të themi dhe këtë ide kam diskutuar që 2004 me Shpëtim Gjikën pas rakordimit me Nanon, që të merrim komunën e Kaninës edhe disa komuna rreth Vlorës dhe të bënim diçka në zgjerim. Nuk mund të, dhe a është ama Milano 1 me Milano 2, nuk mund të them, por që Vlora do hapësira jashtë Vlorës për të zgjeruar, kjo është haja. Përndryshe, ne do ta vrasim Vlorën, do ta bëjmë kryeqendër në turizmit mesdhetar, me çmime astronomike dhe pastaj me ato çmime patjetër, me mekanizmin e çmimit do largohen gjithë qytetarët vlonjat të joshur nga parat që do marrin dhe Vlora do jetë më Vlorë. Kështu që nuk është se nuk kam një koncept. Për shembull, trafiku Vlorës. Unë kam pasur në ekip në Ministrinë e Ekonomisë një nga si thua talentet në fushën e menaxhimeve të transportit, ishte mbaruar në Ukrainë, është nga Vlora, e kam mik, e kam promovuar, i cili sot është në strukturat e menaxhimit të trafikut të Amsterdamit, atë Hollandës, Pation Seraj. Kemi një splot. Puna është që këta duke qenë vetë pa ditur i mbanin largë. Unë nuk i kam frikë. Edhe po të më sfidojnë ata, unë do ulem tërnatën për ta kuptuar atë që thonë ata, dhe kam kapacitetin absorbues. Por që të mbaj jashtë Vlorës, 20 mënçë të Vlorës, ose jashtë Shqipërisë, kjo është e tmerrshme. Kështu që edhe kjo është një sinergji pozitive që do ta sjell. Shikoj, unë e uroj me shpirt, edhe nuk e di profesor pse kam një lloj parandjenje që do të thonë ke për t'ia dalë, ta them sinqerisht, kam një lloj parandjenje që ke për t'ia dalë sepse pakanajësia është aq e madhe dhe ti aq inteligjent sa ke kuptuar që lëvizja bëhet në kohën e dur. Sepse të gjithë bën lëvizje në kohën jo të dur. Në momentin që ai kishte ndes helikat, vajten te Goliati me një shpat, të gjithë dhe harruan që në luftën trup në trup Goliati të mbyt. Duhet ta vrasësh me gjyle. Zoti ta bëf mbar profesor, se unë e di që jeni dhe besimtar, që ti jesh modele për neve, sepse po u thyen në Vlorë, thyet kudo, më beso shpendin.
Po u thyen Vlorë, në Fier, ku tjetë vlla? Thyet kudo, thyen të dy se kanë bashkë. Jam familje Bektashiane dhe kemi një teqe, që është teqe me emër, teqeja e emri tani se në një herë. Ka problem, se do nga kështë. Po, dhe Greshicës, dhe në atë teqe ka shërbyer baba Bedini, dëgja i baba tim, dhe në atë Greshicë, në kohën që disi lufta kundër Bektashianëve, ata i morën i futën aty dhe asë në veri nuk arriti do që të gjitha në veri, i mbrojtëm. Kështu që kemi një adënë të mirë, dhe dyta unë jam rritur me kulturë familjare nga nëna dhe baba im, që leku që së shijoti është mallësi në shpi, mos akot. Shumë falenderit. Kjo është super shprehje, profesor. Të uroj më të mirat e kësaj bote, të pres prap në Tru Podcast, për të folur dhe gjatë fushatës. Po ja u deklaroj dhe njerë hapur publikisht para gjithë njerëzve, shpend gashën e Tru Podcaste me çfarë do lloj gjëje që duash, i ke në ndihmë me 0 kosto për poste dashuri. Dhe apo ta bëj publike se mos ton pastaj shikojnë se Beni ja fali, ja bëri, dha kaq lekë, i mori kaq lekë. Falas, i ke të gjitha shërbimet profesor për respektin dhe dashurinë që unë kam për karakterin tuaj dhe për modelin që juve jeni. Shpendi, unë kam pasur akuza nga më të rënda, por jam bazuar gjithmonë te mençuria e popullit tim. Kush nuk ka hudhra, nuk i vjen ragoja. Kur e futa këtë term në inteligjencë artificiale, do të bëjmë kujdes, kur ma korrigjoj që do të bëj kujdes, ma nxori kush nuk ka urdhra, pra kush nuk korruptohet, nuk i vjen ragoja. Të falenderoj shumë dhe me shumë minjoja. Vetëm një thirrje publike kam. Të gjithë të angazhohen për veten e tyre në gjithë Shqipërinë. E vetmja mënyrë ta mundim këtë neo-diktaturë është masiviteti. Nuk ka qeveri, sado kriminale të mposh popullin e saj. Profesor, fjala jote në vesh të Perëndis ton. Gjithë mira dhe juve dhe ju përshëndet shumë. Prove suksese, ju presim përsëri. Miq të Tru Podcast, ky ishte podcasti i sotëm me profesor Arben Malej. Shnoheni profesor Arben Malej, kandidati i pavarur për në Bashkinë Vlorë. Ju bëj thirrje gjithë vëllezërve dhe motrave të mia vlonjate, të majtet e djathtë, për herë të parë në historinë e tyre, të zgjedhin jo si tifoz të Interit dhe të Milanit apo të Juventusit, po të zgjedhin për kopshtin e fëmijës vet, për shkollimin e fëmijës vet, për rrugën që del nga shtëpia, për trafikun që është ta nxjin jetën, për vrasjet që bëhen si në Palermo. Të gjitha këto votoni një herë të vetme në 35 vjet, votoni për veten dhe jo për partinë, sepse qyteti është i joni, edhe i neve që vinë në Vlorë për pushime, edhe i juaj që keni lidhur jetën aty. Ju duam shumë dhe natën e mirë.